Shikues të nderuar, televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në një emision të gëzueshëm, pra Zoti ka sjellë dhe i ka bërë këto mrekullira që njerëzit një herë në vit në një fushë të caktuar, por për rastin konkret është festa më e madhe, më e rëndësishme e krishterimit, pra janë prak Pashkës, dhe ne do të marrim një informacion për këtë festë të rëndësishme, kur ato kanë lindur, që janë Pashkët, mesazhet që ato sjellin për njerëzimin, çfarë do të ndryshojmë neve gjatë këtyre ditëve, por dhe obligimet që kemi që kjo festë të festohet në mënyrë të mrekullueshme. Për të folur për Pashkët, sot unë kam ftuar Don Fred Kalajn, është famultari i kishës të Shumpanit, tashme nuk po e bëj shumë prezantim të gjatë, sepse jemi vazhdimisht pranishëm me Don Fredin. Të falenderoj për prezencën tuaj edhe për ftesën që pranuat për të ardhur në televizionin shqiptar të Amerikës për të folur për Pashkët. Faleminderit për thirrjen, si gjithmonë falenderoj me gjithë zemër që ne mundësi nëpërmjet televizorit tuaj me komuniku më gjantësisht me popullin tonë këtu në diasporën Detroit. Çfarë përfaqësojnë Pashkët dhe çfarë mesazhi sjellin ato për cilin tek njerëzimi? Është me të vërtetë një zinxhir, nëse mundna me thënë, dhe është misteri i ngjalljes Krishtit, misteri i mishnimit Krishtit që kanë kshnellat, që i thonë na krishtlindjet. Ka një rritje graduale që vjen për me ndihmu popullin, për me njohë të vërtetën, me jetu në të vërtetën, edhe nëpërmjet vërtetës që është e shprehur edhe në sakamentet e fesë, në sakamentet e kishës, për mu arritë atë që quhet shëlbimi. Janë tana terma, e di që janë të vështira, njerëzit e kanë një, ndoshta se kanë kuptim, për shembull ç'është adventi. Po filloj vetëm shumë shpejt. Adventi për fjalës latine, do të thënë koha e ardhjes, pra kur aty ardh Krishti. Me fjalë, është original sikur është një gruaja 7 zanë, edhe mendon që ka marrë shumë shpejt, kanë metë edhe disa javë për me lind fëmia. Është gëzim, po është edhe fije ankth. Një gëzim, po është edhe një fije ankth. Po megjithatë, ju nuk e dini se çfarë është ai fëmijë, si ka me kënd, çfarë të ardhmet ka me pas, por i gëzohen a faktit që ky fëmijë ka marrë dhuratën e jetës. Edhe vjen në këtë botë me gëzu jetën e vet, edhe me na gëzu ne. Kja është adventi. Pra, na popull gjatë kohës të krishtlindjeve, pra të ardhjes së Krishtit, na bëna gati për mishnimin e fjalës Zotit edhe birit Zotit, që ka me marrë trup njerit. Pra, ka me marrë, janë shumë të forta, ka në teologjike. Pra, si thot Shën Gjoni, e fillon unidhin, të thanë, fillim ishte fjala, e fjala ishte në Zotin, e fjala ishte Zot. Pra, mishnohet Krishti, fjala e mishnume, është Jezu Krishti. Po për linja i fëmijë, është një gëzim, u kry një prej profecive, që ja para folë prej Zotit nëpërmjet profetëve, erdhi u mishnu. Po për si ka me kënë, si ka me vëpru, çfarë impaktit ka me pas në botë, për nuk e dina. Vetëm i gëzoha faktit që i erdhi në këtë botë. Një ashtu si i gëzot një familje faktit që i levi djali. Tash që ka me kënë këj fëmija i mira i këtë që adin që ka me ba për, po i gëzot faktit erdhi këj. Ashtë gëzimi. Edhe këtë e marrim, fillojmë i bajmë tana dhe të pagëzimi i Krishtit, me festën e pagëzimit Krishtit, që vjen fill mas ardhive 3 mretave, pra bota e mori vesht që biri i Zotit është mishnu në personin e 3 mretnave, atëherën vjen pagëzimi i Krishtit, nëllë mas 30 vjetëve, pra ka kanë 30 vjeç, kur Krishti shkon në lumin e Jordanit, edhe gjën pagëzusi e pagëzën. Jo pse kishte Krishti nevojë, por me majt drejtësinë, me majt drejtën, me majt mirën. Adhe fillon ministri që i thonë, fillon misioni i Krishtit për shëlbimin e botës 3 vjet që rrin. Pra, në momentin që vjen Krishti edhe fillon tash prap, fillon koha tanishme, ikur koha kreshmeve, i koha e krishtlindjeve, fillon koha tanishme, tash filloj me një Zotin, filloj misioni i Krishtit. Duni njëni tjetrin, keni një që ashtë thanë vjetërve, duni vllaznin tuaj për sy, edhe për dham me armikun, por po ju thom ju,
du një armiqtu, i lut një për ata që ju ka një natë më rrallë. Kjo se vjen dikush me ta vjell gjaketin, ne pjallë edhe kapotin, kjo se një i keq thot ty me ba 1 kilometër rrugë, ti ban 2, me të keq vetëm i thonë s'kam punë me ty, ju e një kry pa bocë e më rrallë. Ta në fillën, kjo mësimi, pra në përmjet të informacionit që na bjen Krishti, një sakten e të vërtetën, që të vërtetën nuk e din kur kush në botë, asi njëri në botë, vetëm Zoti, pra ty i pru të vërtetën, na ballafaqohna me këtë vërtetë edhe shofim ku jena. Wow, kja ka e ka vërteta, ku jam unë? Edhe për herë të parë, ti u ballafaqu me të vërtetën, pra një ashtu si një njëri që nuk ka fort i pashëm, ti u ballafaqu me një të bukur, dallon se ku është, një njëri që i duket vetja i meqëm, kur ballafaqohet me urtijin e vërtet, e din vetë ku është, s'ka kam kërkun unë, kam menu si jam mirë, po shko një djali i ri që mendon se është atlet i mall, kur shefi atlet vërtet, ballafaqohet pra me atë perfektin, edhe në aty u ballafaqu me të perfektin, filloj me dallu mungesat e të mërshme që kena. Pra fillojnë këta mungesat që kanë këtë mshehu në ne, që mund në mjavu emnin së dësh, mund në mi thanë mkati original, që jenë rritë, fillojnë mu ballafaqu me të vërtetat që jena në Krishtin e përmjet mësimeve. Atëherë, kur shofim që kena një këtë met, atë na fillojnë mu rregullu. Pra, gjofëson duket vedja se di anglisht në të mërkullushme, kur rrimi profesor Amerikan, thëmë, s'jam kërkun më anglishtet. Atëherë, qa banjun, kur e daloj që nuk di mirë anglisht? Filloj me hapel i herë librat anglishtes, me perfekcionu gramatiken, drejt shkrimin më rrallë, sepse ka modelin para. Pra edhe na, kur fillu me realizu, edhe me pa mungesat e të mërshme, edhe në që kena, sepse kena modelin perfekt të Krishtit, edhe na filloj mi hek, mi gudit ka dal. Kja është të puna pëse për gjdo vjetë për sritit aja, sepse gjdo vjetë na bjen ka i shkallë, manelt, në perfekcion tonin, në lidhje me perfekcionin që atë e Krishti. Pra mu perfekcionu na në lidhje njështu si mas 6 mujve rrje dhe herë matë profesorin Amerikan, edhe shof ko kam anglishten. Edhe për qa duhet me perfekcionu. Pra gjdo vjetë që të rri, kur nuk mund e ma rritat që ka le këto. Pa ma du qëllimi e ma mjë avit sa ma, shumë e ma. Kja është, i ketë periull, në i qëmë kreshme, që janë javë 40 ditë për para pashkëve. Pra gjatë kësaj kohës është agjerimi, është lutja, është me lanë elmosh. Janë të vepra që banë të realizume vetëm atër kur ti ke fillu me e kuptu, kur na filloj me e kuptu, që duhet me i dash njerëzit si ka dash Zoti, që duhet kënarë në këtë botë me një mu njënitetin të në zbashkut, si kish me mujtë mu shelbu. Edhe se kja është e rëndësishme, pra në këtë kohët është që unë, një farë mënyrë ti kena vu një cak vedit, pra kena vu një qëllim, kur ka kanë e mërkurja për hime, kur kena fillu kreshmet, paka shumë e ka në Ramadanin, që janë për musliman të adin që rrinë pa hangër, gjatë ditë se në lutje. Pra, kur kena në këtë periullën e kreshmeve, kur kena rritë me overcome, pra me kalu një piksionim që kena pas në vetë po bi shemull këtë. Për shemull dikush thot, nuk rrej po i egzageroj gjanat. Edhe thot, e ven vedit, i ke du me hek. Bahem nervoz si nollë, po të thush të shumë njërës në botë, bahem nervoz për gjanat vogla. Adina e mengri, bahem nervoz për gjanat vogla në shpi. Ja me grun, ja me burrin, ja me fmin, ja me vlan, ja me motë, nuk du me e ba maket. Për gjanat e vogla s'du me e ba qëtë male. Pra, janë që vitin tjetër kapi diqa tjetër, du mu lutë ma shumë, du me hi ma thellë, në fe e më rrallë. Kja është arsyeja se për çdo vjet kisha e përsërit. Si thotë e fjala e bukur, që thotë repetition malafus dhe me, përsëritja në anadijes. Pra rrin të përsërit, dhe që vjen perfekcion. Në momentin që tash na i kam largu ata që kam vun plan, ose dhe një farë mënyrët, i kam zbut, ose i kam eliminu kaj fje, tash vjen e ringjallja Krishtit.